Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadithi I radhës transmetohet nga sahabiu Abdullah ibn Busr, I cili thot, ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I ka thonë: O I dërguari I Allahut, me të vërtet rregullat, dispozitat, ibadetet e Islamit janë botë shumëta, se feja tu plotësu e tu ushtu namazi, zekati e të ngjashme. Pra, ibadetet edhe rregullat e Islamit kogja shumë janë shumu, andaj në nënvizot diçka të cilës na duhet me ju përmbajt në mënyrë më të veçantë. Pra ka ardhur ky sahabi edhe e ka kërkuar prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një këshill që ti po na mëson të gjitha punët me I rregullu edhe me ju nejt I gati ashtu si duhet, mirë po na trego për kushtimi dhe përqendrimi jonë në çka me qenë. Do thënë ja ka lyp një fjali, ja ka lyp një gjë konkrete, cilës do të më përmbajt më tepër edhe më seriozisht. E kemi thonë gjithmonë edhe në të kaluamën, sahabët I kanë pas pyetje shumë konkrete, edhe jo rrallë kanë lyp prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam diçka ku me e bo investimin e punëve të tyne edhe përqendrimin e punëve të tyne në mënyrë që me fitu sa më tepër. Edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë një përgjigje konkrete, ashtu sikur se e ka lyp, I ka thonë: La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Thot, nëse veç je duke kërku kështu, atëherë gjuha jote le të vazhdon me qenë e njom me dhikrin e Allahut. Gjuha jote le të vazhdon me qenë në vazhdimsi e njom me dhikrin e Allahut fuqiplot, edhe që kjo ka qenë porosia e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këtë hadith e shënon Imam Ahmedi në koleksionin, në musnedin e tij. Dhikri që po përmendet në këtë hadith nuk është temë e panjoftër, madje nuk është temë e cila nuk është prezente në ajetet shumëta të Kuranit famëmadh, edhe në hadithe tjera krahas këtij hadithi, mirë po ky hadith sikur e përmbledh një ajk të gjithë asaj që besimtari e vepron gjatë jetës së tij, edhe synon me arrit në mënyrë të veçantë kënaqësinë e Allahut, po njëkohësisht edhe me grumbullu sa më tepër sevape, shpërblime, edhe me u ngrit sa më lart në drejgje të vlerës në dunja, po edhe të pozitës në ahiret. Allahu I madhruar në Kur'anin famëmadh urdhëron për dhikr, por në mes tjerash urdhëron që dhikri të aplikohet shumë. Thot Allahu I madhruar: Ja ejuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju që keni besu, bëni dhikr Allahun, kujtojeni, përmendeni Allahun, por jo do si do, gjithsesi, po thot udhkurullaha dhikran kathira. Përmendeni Allahun me një përmendje të shumët, me një përmendje të shpesht, me një përmendje e cila e mbush gjithë kohën tuaj. Pra dhikri nuk ka kohë të caktuar, namazi ka kohë të caktuar, agjerimi ka kohë të caktuar, zekati, krejt këto kanë timing. Dhikri nuk ka kufizim në kohë. Dhikri nuk ka kufizim as në gjendje, jo kuptimin në gjendjen që Allahu I përmendën në Kur'an: Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, që e përmendin Allahun në kome, ulën, mbështetun e shtrime, kështu me radhë. Jo vetëm në pozicione, por edhe në gjendje. Aisha radhiyallahu anha thot: Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allaha fi kulli ahyanih. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendte Allahun në të gjitha gjendjet e tij. Gjatë zbërthimit të këtij transmetimi, dietarët kanë thënë gjitha gjendjet e tij. I kanë përfshi edhe pozitat. Ka qenë duke ecë, ose ka qenë ulën, ose ka qenë shtrit, ka qenë publik, ose ka qenë vetëm. Do thonë edhe në shoqëni, sahabët ju e dini, ja kanë numëruar në një mezhlis 70 deri në 100 istighfare. Istighfare është dhikr. Po gjithashtu ky rrëfim I Aishës
nënkupton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendte Allahun fuqiplot shumë, sa që e përmendte edhe kur ishte me abdest, po edhe kur nuk ishte me abdest, edhe kur ishte i pastërt, po edhe kur nuk ishte i pastërt. Do të thonë të gjitha gjendjet Allahu i madhruar do të me u përmend. Edhe pikrisht kështu i jetësohet kjo thirrje e Allahut fuqiplot, ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. O ju që keni besu, përmendeni Allahun me një dhikr të shumt, të shpesht, edhe madhrojeni atë mëngjes edhe mbrëmje. Gjithashtu Allahu i madhruar tregon se suksesi, avancimi, shpëtimi është i lidhur me angazhime gjithsesi, por përmbushja e atyre angazhimeve ashtu si duhet është i lidhur me dhikr. Dhe për këtë arsye Allahu i madhruar thotë wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Dhe përmendeni Allahun shumë në mënyrë që t'ia dilni, ose në mënyrë që të keni sukses, ose në mënyrë që të shpëtoni. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun, ja kanë dalë edhe mas shumë t'i kanë arrit ata të veçantit që kanë synu me u bo kampion. I kanë thonë, kush janë ata mufarridunat, ja Rasulallah? Ka thonë, edhakirun Allahe kathiran u edhakirat. Ata cilët e përmendin Allahun shumë, por edhe ato të cilat e përmendin Allahun shumë. I ka veçu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përmendje gjinit, burrat që e përmendin Allahun shumë, edhe gratë që e përmendin Allahun shumë. Edhe pse na e dim se në citate edhe kur përmendet kështu në përgjithësi pa i veçu, prapë nënkuptohen të dy gjinit, po ndoshta nënvizimi këtu ose fokusi është për shkak të rëndësisë së dhikri. Është përmend se njëherë derisa është kry haxhi edhe ka përfundit dita e Arafatit, kanë fillu njerëzit me dalë prej Arafatit, ka thonë, transmetohet këtë thonë Omer ibn Abdulazizi, Allah e mëshiroft, ka thonë, nuk është sot kampion ai i cili e ka një deve e cila ecë ma shpejt se devet e tjera, dhe del prej këtuit ma shpejt edhe arrin ma shpejt atje ku jena të shku të gjithë. Mirë po thot kampion i vërtet sot është ai të cilin Allahu i madhruar e ka falë. E na thonë edhim se në Arafat nuk ka veprime tjera, falen, namazet falen, madje falen të bashkuara, po vepra kryesore e Arafatit, krahas për kushtimit, është dhikri. Hasan Basriu, rahimahullah, ka thonë, më i dashuri prej të gjithë njerëzve, tek Allahu fuqiplot, është ai i cili e përmend Allahun shumë. Tash, në të gjitha këto citate, deri tash çka i përmenda, edhe hadithi i temës, la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah, ose ratban min dhikrillah. Gjuha jote le të vazhdoj të jetë e njomë, vazhdimsi me dhikrin, me përmendjen e Allahut fuqiplot. Pra mos e le gjuhën me nejt, po gjithmonë angazhoj me dhikr. Edhe ato tjera të përmendjen e Allahun shumë, e kështu me radhë, tregojnë se dhikri krahas rëndësisë që ka, e ka rëndësinë edhe me qenë i shumt. Pra jo dhikr do si do, jo dhikr kapak. Për atë arsye kanë thonë shumë dietar, njëri prej tyre Ka'bi radhiyallahu anhu, ka thonë, ai i cili e përmend Allahun shumë, ai ja ka bo vetës një garanci prej nifakut. Për arsye se munafikët e përmendin Allahun, ashtu që përmendin besimtarët, jo ashtu në kuptimin e cilësisë edhe të sasisë, po edhe ata e përmendin Allahun, edhe këta e përmendin Allahun. Po problemi edhe dallimi qëndron në faktin se munafikët, që thot Allahu i madhruar, wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Ata e përmendin Allahun pak. Ndërsa besimtarët, për të dallu prej munafikëve, duhet me e përmend Allahun shumë, edhe me e bo distancimin
distancimin e vetës ose dallimin e vetës prej munafikëve. Madje thot kur e lexojmë pikërisht surën e munafikëve, surët el-Munafiqun që është në Kur'anin famë, thot ajetet e përfundimit të surës flasin për dhikrin. Ja ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. O ju që keni besu, në asnjë mënyrë të mos ju mashtrojnë, të mos ju pengojnë juve, as pasurit tuaja, as familjet tuaja, e fëmijët tuaj, nga dhikri edhe përmendja e Allahut fuqiplot. Një paralele interesante shumë, dhe më thonë që e tërheqin dietarët në këtë kontekst. Pra nuk qenë ka kërkesa që thjesht veç ta përmendim Allahun, po ta përmendim Allahun shumë. Edhe kush hulumton, nuk mundet mos me vrejt, nuk mundet mos me e gjetë që ne si musliman për gjithçka kemi dhikër. Kur t'i qelim sytë prej gjumit që zgjohemi, ka dhikër për zgjimin nga gjumi, ka dhikër për ngritjen nga shtrati, ka dhikër për veshjen e rrobave, ka dhikër për hymjen në banjo, daljes prej banjos, përfundimin e abdestit, për daljen prej shtëpisë, ka dhikër për hymjen në xhami, ka dhikër mas ezanit, ka dhikër mas namazit, ka dhikër për daljen prej xhamisë. Të më thonë, në të gjitha rrethanat, dhikër kur bjen shi, dhikër kur fryn era, dhikër kur nisesh në rrugë, kur kthehesh. Me një fjalë, për të gjitha gjendjet tona, me të cilat përballemi, ka dhikër. Edhe me arrit njeriu me i apliku këto në përditshmërinë e tij, atëherë shpresa është që bëhet prej atyne muferridunve, për të cilët foli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që muferridun ose ata që atë i kalojnë të gjithë njerëzve të rëndëmt, janë ata të cilët e përmendin Allahun e madhëruar shumë. Për këtë arsye duhet dhikrin me apliku njeriu në jetën e tij, ai nuk bëhet me një veprim, edhe nuk arrihet me një ditë, po bëhet duke e mësu veten me përmend Allahun në çdo situatë. Njeriu është krijesë e cila s'ka çare pa fol. Allahu e ka bërë ashtu që me fol, edhe dallon prej krijesave të tjera pikërisht me këtë. E pastaj mundësia e të folunit është mundësi e ndihshme, se mundet me fol mirë, mundet me fol keq. Por besimtari e ka sfidë, edhe duhet m'ia dalë gjithsesi, që me mësu gjuhën e vet me fol veç mirë. E nuk ka të folun më të mirë se sa me e përmend Allahun fuqiplot. Atë pjesën tjetër duhet me elon si mas nevojës. Komunikojmë ndërmjet vete, për shkak se kemi nevojë me komuniku, me u interesu, me pyet, me kështu me radhë, por në momentin që s'komunikojmë me njëri tjetrin, duhet të komunikojmë me Allahun fuqiplot nëpërmjet dhikrit, edhe besimtari ja bën vetes program që çdo ditë ose çdo javë, hajde nëse themi çdo ditë nëse na doket shumë, çdo javë me mësu nga një dhikër të caktuar për një situatë të caktuar. Këtë javë me mësu çka duhet me thonë kur dalim prej shtëpie. Javën tjetër e mësojmë çka duhet me thonë kur të kthehemi në shtëpi. Pas një jave çka me thonë kur të hyjmë në xhami, çka me thonë kur dalim. Edhe dal nga dal fillon tu i mësu, tu i apliku këto, edhe e sheh se dhikri pastaj për shpirtin e besimtarit krijohet një farë varësie. Nuk mundesh më pa e përmend Allahun e madhëruar. E mos të flasu më edhe për ato dhikret e thjeshta, e të lehta që ma veç të gjithë i dinë. Me thonë la ilaha illallah, me thonë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Me u lutë, se edhe lutja është dhikër, edhe istighfari është dhikër, edhe këndimi i Kur'anit është dhikër. Në të gjitha këto situata edhe gjendje ne e përmendim Allahun fuqiplot, edhe kësaj arrim në pozicionet e shpërblimeve të shumta edhe shumë cilësore. Po e përfundoj vetëm me një gjatë cilin e keni dëgju. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka përmend ata 7 persona të cilat do të strehohen në hijen e Allahut në ditën e gjykimit, për njërin prej tyre ka thonë: "O rajulun
dhekara Allahe khalian, fe fadat ajnah, edhe një njeri I cili e bën dhikr Allahun, e kujton Allahun, duke qenë në vetmi, edhe I rrjedhin lotët prej synit. Një veprim shumë I thjesht, me e përmend Allahun, a ka ma thjesht, po me e përjetu me zemër. E si reakcion me arrit edhe syni me lotu, që ky njeri e siguron një streh shumë të veçantë, e siguron një status shumë të veçantë të atyre të cilët Allah I madhruar do t'i strehoj në hijen e tij në ditën e gjykimit. E si të mos jetë kështu, kur Allahu I madhruar thot, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, vini re, kur përmendet Allahu, zemrat qetësohen. Pra, gjendja e zemrave rregullohet. Allahu na mundsoft me qenë prej atyre të cilët e përmendin Allahun shumë. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.